Istogu Channel ka arritur të bëjë atë që nuk mundën ta bëjnë mediat në Prishtinë për më shumë se 15 ditë. E bindi kryeministri në detyrë që të flasë për blokadën që ka sjellë emri i Albulena Haxhiut në kuvend. A mundesh me ikë pyetje gazetarëve sa po bëhet qeveria jo? A mundesh ma tregu kryeministër? Njëherë kuvendi, mandi qeveri. Po kuvendi apo bëhet apo konstituohet? Pas deklaratës pa ndonjë përgjigje konkrete as zgjidhje. Risi ka pasur edhe mbrëm në kryeqytet. Njeriu i dytë pas Kurtit, Glauk Konjufca, zgjidhjen për blokadën e ka kërkuar në Drenic tek familja Geci. Lëvizja vetëvendosje e cila kërkon votë për Albulena Haxhiun duke u thirrur në fuqinë e saj si grua. Dhe thotë se është seksizëm që të mos votohet veç pse është grua fuqishme. Ka zgjedhur që të mos flas me një grua në kuvend, por me baban e saj. Po me thonë nuk e votojmë Albulenën, atëherë është një farë seksizmi i brendshëm i heshtën e tyne që përdojnë, s'pedojnë një gru që është e fortë dhe e rrep në qëndrime, po pedojnë shka, një gru të heshtën që s'flet. Edhe deputetja Marigona Geci nga LDK është grua dhe ka marrë mbi 20.000 vota. Por votën e saj, Glauk Konjufca e ka kërkuar nga babai i saj, Gani Geci. Më ka thirrë në telefon Glauk Konjufca dhe më ka thonë çfarë po kërkon që Marigona Geci me votu qeverin e Albin Kurtit, me pushtet LVV. Por, cili është qëndrimi i Konjufcës? Këtë dileme hoqi ish shefi kabinetit sa Konjufca ishte kryetari kuvendit. Zotri Konjufca nuk e ka pyet se çfarë kërkoni. Zotri Konjufca nuk e përdor atë asnjëherë. Pra Kërçeli e konfirmon që Konjufca Gani Gecin e ka thirrur për votën e Marigona Gecit, por thotë se nuk ka ofruar asgjë në këmbim. Tash e vjen radha kërkesës që Geci ja ka përcjell Konjufcës përmes WhatsApp-it. Familja Geci kusht për të atakuar Kurtin e ka që kryeministri në detyrë. Ta fshin një postim në të cilin e përkujton ish komandanti në UÇK-s Abedin Rexhen. Çka ju ka ofruar saktësisht Glauk Konjufca? Në 26 vjetorin e vdekjes së Sandokanit më 2024. Kurti kishte thënë se ai është vrarë në pyjet e Klodernicës në Skenderaj. Për vrasjen e Sandokanit bashkëshortja e ka akuzuar Gani Gecin, ndërsa ky i fundit publikisht kishte deklaruar se kishte shtënë në vetmbrojtje dhe se sipas një ekspertize mjekologjore thuhet se Sandokani kishte pësuar infarkt. Propozimi jonë është Albulena Haxhiu. Seanca 9 për konstituimin e kuvendit, ku për të 7-ën herë vetëvendosje do të kërkojë 61 vota për Albulena Haxhiun, nis të ajntën nga ora 10 në mëngjes.